Nënkryetari i PD-s Nikola Kedhi në një deklaratë për mediat këtë të enjte foli për mbledhjen e kryeministrit me kryebashkiakët në Kuç. Gjatë fjalës së tij, Kedhi u shpreh se kryeministri është në panik për shkak të kundërshtimeve që ndeshi prej tyre ndaj reformës territoriale. Kedhi theksoi se konsultimet janë formale pasi sipas tij vendimi për territorialen është marrë. Kjo sken, si në mbledhjet e celulave komuniste, ku bashkëpunëtorët përjashtoheshin nga mbledhja dhe partia dhe pastaj dekoroheshin me plumb, tregon Ramën në panik. Në Poliçan, në Selenic, në Divjak, në Dimal dhe në komunitetet të tjera, qytetarët po kuptojnë se nuk janë të dënuar të pranojnë çdo vendim që vjen nga Tirana. Po kundërshtojnë, po protestojnë, po flasin dhe po vrasin frikën. Por ka dhe një absurditet tjetër. Pas gjithë kësaj, propaganda qeveritare na thot se Edi Rama ka nisur konsultimet. Konsultimet për çfarë? Për një hartë elektorale që e ka bërë pa pyetur kënd, për bashki që i ka shpallur publikisht se do t'i shkri, për një vendim politik që ua ka urdhëruar komuniteteve dhe tani kërkon ta pranojnë, ky nuk është konsultim. Konsultimi nuk bëhet për të bindur qytetarin për një vendim të marrë më parë. Mëtej ai u shpreh se Partia Demokratike ka një koncept krejt tjetër për pushtetin vendor. Sipas tij, PD-ja beson tek shërbimet pranë qytetarit dhe jo tek bashkitë gjigande larg tij.